S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. ICF Tirana edhe nga unë jemi bërë kështu, International Christian Fellowship 24 Karaç. Këto javë po, kemi ndarë adhurimin me miq nga kisha të tjera amerikane, mesazhin dhe kështu do të jetë dhe sot. Mirë se keni ardhur dhe ju miq na ndiqni online, e di që Eri dhe Livia kanë hyrë dhe po na ndjekin, ju dua shumë, e ju përshëndes, nuk e di kush tjetër, por jemi shumë të gëzuar që jemi të gjithë bashkë, edhe kemi mundësinë që të vim afër edhe të jemi gjithë bashkë në kishë sot. Tani, për të hequr dyshimin e parë, për gjithë ata që kanë parë folsin, mbiemri ti nuk do të thotë shqiptar, pavarësisht se shkruhet Arnaud, është me D, jo me T, por, duket pak, por në fakt është një mbiemër që do të thotë shqiponj dhe është mbiemër francez. Ai është pastor misioni, është rritur në Francë, jeton tashmë në Texas, është i martuar me 3 fëmijë dhe quhet Sam Arno. U përpoqa ta them siç thuhet mbiemri frëngjisht. Welcome, we're so happy to have you here. Thank you so much. Thank you so much. What a pleasure to be here today. Të kënaqësi të jem sot këtu me ju. I haven't done any message with translation in a few days, so we'll get in the rhythm. Kam bërë mesazhe me përkthime në këto pak ditë e fundit, kështu që do hyjmë në ritëm shpejt. But it's a pleasure for me to be here. Është kënaqësi për mua të jem këtu. I'm a big lover of the church. E dua shumë kishën. And I'm always fascinated to see the church in different countries. Dhe manitem gjithmonë kur shikoj kishën në shtete vende të ndryshme. It's my first time to have an experience with the Albanian church. Është era ime e parë që përjetoj kishën shqiptare. And you guys, from what I understand, you have a history of connected to the gospel with Paul coming to this land. Edhe me sa kam kuptuar, ju keni një histori me Paulin, me apostullin Paulin. Më kujtua Pauli javës së kaluar, me apostullin Paul që ka qenë në Iliri. What I'm fascinated is that God's purpose on this earth is connected to what's called the church. Ajo që mua më manit është që qëllimi i Perëndis për planetin tonë, për tokën, është ngushtësisht i lidhur me kishën. So you who's sitting in those chairs, Kështu që ju që jeni ulur në këto karrige, and you who's watching online, dhe ju që po na ndiqni online, you are not just an individual having a moment. nuk jeni thjesht një person që keni një moment të veçantë. And you're part of this big family that's called the church, the body of Jesus. Ju jeni pjesë e kësaj familje të madhe që quhet kishë dhe që është trupi i Krishtit. So for me as a Frenchman living in Texas, it's family. Kështu që për mua që jam një francez që jeton në Texas, në fakt është familje. And really, if we believe the word of God, we're going to spend eternity together. Edhe në fakt nëse e besojmë shkrimin, fjalën e Perëndis, do të kalojmë përjetësinë bashkë. It's a good news. Është lajm i mirë. Si Maybe. thoni, duam të jemi përjetësisht bashkë apo jo? They're happy. We're going to have eternity together. That's good. We'll get to know each other if you need more time to get to know me. I drink a lot of coffee, so we'll Do be ta friends. njohim njëri tjetrin akoma dhe më shumë, nëse doni të më njihni më shumë, unë pi shumë kafe, kështu që do ta shijoja shumë të pinim kafe. Yes. You know, even just to mention, our church, my church, Gateway Church, is connected with the whole ICF church movement. Sa për informacion, kisha ku unë shkoj, Gateway Church, është në fakt e lidhur me gjithë lëvizjen ICF. And so I know you're in good hands with Pastor Altin and Pastor Ada. Alda. I always forget Ada. Alda. Yes. Kështu që unë e di që jeni në duar të sigurta me Altinin edhe me Adën. Okej, u konfirmua. Yes, they're feeling good hands. Yes, you are in good hands. Also, you have great vision, Po edhe keni një vizion shumë të madh. new heights. Lartësi të reja. That's amazing. Është fantastike. I find out you guys are eagles. Unë mora vesh që ju jeni shqiponja.
Eagles are the best at catching new heights. Shqiponjat janë më të mirat për të arritur në lartësi të reja. They find that hot wind that comes and they don't even have to flap their wings. Ato I gjejnë atë erën e fortë dhe nuk ka nevojë as të lëvizin krahët sepse ajo I shtyn. So that should be exciting to you because there won't be much for you to do. Just spread your wings and found that warm current. Kështu që duhet të jetë shumë inkurajim për ju se s'keni shumë punë për të bërë. Mjafton të hapni krahët edhe të fryni në drejtimin e dur dhe era do t'ju çojë lart. Well, it's going to be fun. So let's get into the message. Duhet jetë fantastike dhe ndoshta ishte për të qeshur po se përktheva unë mirë. Sorry, I mean, obviously I didn't do a good translation because it didn't come across very funny. Oh, That's why I said, sorry guys, that probably I missed It's it. my French accent. You Duhet see? jetë theksi franceze, shikoni? Yes. So today, I would like for you to grab your phones. Sot dua që të rrëmbeni telefonat tuaj. All right. We all have one, so don't be shy. Get it out. Kemi të gjithë një, mos keni turp. Oh, e pas kam lënë karrige. Don't go on Instagram. Jo në Instagram, jo s'ka gjë. No TikTok. Faleminderit. There Jo should- në TikTok, You should have an app that says notes. ka një aplikacion aty që thot Notes. So open your phone and click notes. Hapni telefonin dhe klikoni atë aplikacionin shënimet, Notes, shkruaj. My pastor says note takers are history makers. Pastori im thot, ata që marrin shënime, shkruajnë historinë. So grab a hold of what I'm about to share because it's just about God and His Kështu që goodness. bani shënim gjërat që unë do ndaj sepse do jenë gjëra të jashtëzakonshme për Perëndin. As you guys are wanting to go in new heights, we have to dig a little deeper so that the foundations are strong. Teksa synoni të shkoni në lartësi të reja, do duhet të gërmojmë pak më thellë që të ndërtojmë themele të forta. In Tirana, there are a lot of new buildings that they seem to getting higher and higher. Në Tiranë ka shumë ndërtesa të reja që duket sikur bëhen më të larta dhe më të larta, But you cannot go high if you don't have a solid ground, a strong, firm foundation. por nuk mund të ndërtosh shumë lart nëse nuk ke themele të thella dhe të forta. And so today I want to speak about our foundation of what Jesus wants to do in our lives. Kështu që unë sot dua të flas për themelet tona, themelet që Jezusi do ndërtojnë në jetën tona. It's not about just having a good feeling, but it's the Word of God, and it is true. And if we get grounded in it, we can build solidly upon it. Edhe nuk është çështja thjesht të ndihemi mirë, por po flasim për fjalën e Perëndisë dhe si të hyjmë thellë në të që të ndërtojmë themele të forta dhe të mund të ndërtojmë mbi këto themele qëndrueshmëri. So I want to speak to you about the life of the ones that follow Jesus, the godly. Kështu që unë dua të ndaj me ju sot për jetët e atyre që ndjekin Jezusin, ata të perëndishmi, të drejtët. It says in Proverbs 13:9 that the life of the godly is full of light and joy. Tek fjalët e urta 13:9 thuhet drita e të drejtëve shkëlqen bukur, ose llampa e të drejtëve është plot gëzim dhe dritë, nëse e përkthej fjalë për fjalë. That's not me that says that. Nuk e them unë këtë, It's not your pastor. nuk e thot Ada, It's the eternal word of God that says it. është fjala e përjetshme e Perëndisë që e thot. And when I think about what is full of joy and full of light, Kur mendoj për këtë pjesën që është plot me dritë dhe gëzim, shkëlqen bukur, I'm immediately thrown into the time of Christmas. menjëherë mendja më shkon te Krishtlindja. In France, in America, I don't know, in Mirë here, bëjnë aty. there are a lot of lights. Në Francë, në Amerikë dhe në Shqipëri ka drita plot, There are lots of joy. ka shumë gëzim. And I mean, especially for me, it's also around my birthday. Për mua është shumë e veçantë sepse është shumë afër ditëlindjes sime. So when I'm thinking of joy and light, I'm thinking of that season. Is it a joyful season here too? Yes. Kështu që kur mendoj për gëzimin e dritat, për shkëlqimin, mendoj për atë periudhë të vitit.
I need to see some action in the church. So, është- any raised është- hands for po. joyful moment of Christmas? Who enjoy Christmas? Kush e shijon Krishtlindjen? That's awesome. Look at that. Yeah. So Christmas is a culture. Pra, Krishtlindja është kthyer në një kulturë, në një traditë apo jo? It's a culture based on an event. Është një traditë, një kulturë që bazohet tek një ngjarje. It has a beginning and has an end. Ka një fillim, ka dhe një fund. But what the Bible tells us here, it actually goes a little further. Por ajo që Bibla po na thot këtu shkon pak më tej, Because it says the life of the godly sepse thot jeta e të drejtëve is full of light and joy. është plot me dritë dhe gëzim. Today, as we consider new heights in our lives, Sot, teksa konsiderojmë lartësi të reja në jetët tona, I'm going to speak about the culture of joy and light available to us. do flas për kulturën e gëzimit edhe të dritës në jetët tona. And recognizing that this is Jesus' very purposes for our lives. Edhe të kuptojmë që ky është vetë qëllimi i Jezusit për jetët tona. So I'm going to have 3 points. Do kem 3 pika Since kyçe. you're taking notes, I'm giving Me you që se already, ju po mbani shënime, you unë po know, ju you jap can already put your orientime little 1, 2, 3. që të filloni të shkruani 1, 2, 3. Each point is going to have a scripture with it. Çdo pik do të ketë shkrimin që And- shkon me të. With the blessing of your pastor, maybe, Edhe shpresoj me bekimin e pastorit tuaj, I may give you some homework to do. mund t'ju jap dhe disa detyra shtëpie. Who's excited? Kush ka qef detyrat e shtëpisë? Somebody's excited in the back over there. Pak aty mbrapa janë të gëzuar për detyra shtëpie. I'm not joking. I'm going to challenge you with some things to do. E ka seriozisht, do na japi detyra shtëpie, gjëra për t'i bërë kur t'ikim në shtëpi. But I promise, Por ju premtoj, I'm doing it too. edhe unë do t'i bëj ato detyra. All right, John 10, verse 9 and 10. Gjoni 10, vargjet 9 deri në 10. Ja si thon. Would you please say it? Unë jam dera, nëse dikush hyn nëpërmjet meje do të shpëtohet, do të hyj, do të dalë dhe do të gjej kullot. Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë, për të shkatruar, por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bëllëk. Amen. I love that. Amen. Let's say it. Amen. Më pëlqen shumë Yes. kjo, le të themi të gjithë amen. This verse is super simple. Ky varg është shumë i thjeshtë. Out of everything in the Bible, we're reading and then you're like, Sam, what do you don't preach, please? This is nothing to preach about. Dhe ju ndoshta po mendoni po nga i gjithë Bibla këtë varg gjete, ky është varg shumë i thjeshtë. Çfarë do predikosh mbi këtë? But I want us to go further, deeper, and clean up the basement so that we can have strong foundations. Por unë duaj që të shkojmë pak thellë bashk edhe të pastrojmë atë bodrumin që të mund të ndërtojmë themele të forta. And I want to start by just saying that the first part of this verse says, Jesus speaking, he's saying, yes, I am the gate. Edhe dua të filloj me pjesën e parë të këtij vargu, kur Jezusi është duke folur dhe ai thot, po, unë jam dera. This is point number 1, by the way. Kjo është pika e 1 me qëra fjala. Jesus is the gate. Jezusi është dera. What does that mean, he's the gate? Çfarë do të thotë që ai është dera? It means that he is standing to protect something. Do të thotë që ai po qëndron tek hyrja për të mbrojtur diçka. In some ways, I don't know if you had a bad life like I used to have going to clubs. Nuk e di nëse keni pasur një jetë jo të mirë, një But- stil jete jo të mirë siç e kam pasur unë kur kam qenë i ri që shkoja shumë nëpër klabe. Jesus is like the bouncer. Unë se di këtë termin. Truproja. Okej, faleminderit. Jezusi është si truproja tek klabi. Those who come in through me will be saved, Jesus says. Those who would decide to come through me will enter in a place that is good. Jezusi po thot, ata që do të hyjnë përmes meje, do të shkojnë në një vend që është i mirë. And I want to just offer this suggestion that Jesus actually offers a refuge. Edhe doja të kaloja në një kuptim më të gjerë që Jezusi është streha jonë. Psalm 46:1 says, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Ja si thot Psalmi 46:1,
Perëndia është për ne një strehë dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Guys, this is basic, but we have to know that Jesus is here for us. Kjo është thelbësore, është bazike, është shumë e thjeshtë. So when we go through him, it's not just eternal life, but it's also the protection. Por Jezusi do që ne të kalojmë përmes tij, sepse kur ne kalojmë përmes tij, nuk është vetëm për sigurinë tonë, por është edhe për mbrojtjen tonë. And all human beings need safety. Dhe të gjitha qeniet njerëzore kanë nevojë për siguri. Do you know that this is a basic need for humans? E dini që është një nevojë bazë për njerëzit? We've built fortress for centuries. Ne kemi ndërtuar kështjella e kala për shekuj të tërë. We can even go down to Berat and see a fortress, right? Ne shkuat, mund të shkojmë në Berat edhe të shikojmë një kështjellë. God is our refuge. If we enter through Jesus, we have safety. Perëndia është streha jon. Nëse ne hyjmë përmes Jezusit, We have safety. Ne kemi siguri. Safety so that we can grow. Siguri që të mund të rritemi. You know that if there's no safety, we're going to hold back. Nëse nuk ka siguri, ne do stepemi. If we're traumatized, we'll hold back. Nëse jemi të traumatizuar, të frikur, do stepemi. And yet, the life of the godly is full of life and joy. Por jeta e të drejtit është plot me jetë, plot me gëzim. Point number 1, Jesus is a gate that we go through it so that we can have the fullness of life because he offers safety. Pra pika e parë është Jezusi që ndron të dera, kur ne hymë përmes tij, atëherë hymë në një jetë me bollëk edhe me qëllim e siguri, me qëllim sepse ai ofron siguri. Run to him. Vrapo tek ai. If you don't know Jesus yet, if you have not given your life to Jesus, I challenge you to do it today. Your life is going to be so much better. Nëse nuk e njeh Jezusin, nëse nuk ja ke dhënë jetën atij akoma, unë të sfidoj, jeta jote do jetë shumë e mirë. Amen. Amen. Point number 2, we go back to John 10, verse 9 and 10. You know, it says they will come and go freely and will find good pastures. Pika e 2 do të themi përsëri mbrapa tek Gjoni 10, vargjet 9 dhe 10. Dhe pjesa e dytë thot, ata do të kenë te vargu 9 thot diçka që do gjejnë kullot, do të hyj, do të dalë dhe do të gjej kullot. Yes. And in Psalm 23 we hear something similar. Very famous psalm. E tek Psalmi 23 ne gjejmë diçka të ngjashme, është në fakt një këngë shumë e famshme. The Lord is my shepherd, I shall not want. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. He makes me lie down in green pasture. Ai më çon në kullota me barë të njon. He leads me beside still waters. Më drejton pranë ujrave që të He shlodhin. restores my soul. Ai ma përtrin shpirtin. He leads me to the path of righteousness for his name's sake. Më çon në përshtigjet e drejtësisë, nga dashuria që ka për emrin e tij. There's two things here. Jesus says, they will come to me and I will point them to the good pastures. Ka dy gjëra të rëndësishme këtu. Jezusi thotë ata do të vinë tek unë dhe unë do t'i çoj në kullota të mira. And in Psalm 23, we get the same idea. He makes me lie down in green pastures. Dhe Psalmi 23 përforcon të njëjtën ide se thotë ai më çon në kullotat me barë të njon. Why is this important? Pse është e rëndësishme kjo? Well, it's important to know that Jesus is our shepherd, Është e rëndësishme të dimë që Jezusi është bariu ynë. that he is here for us. Është këtu për ne. He provides safety, Ai na jep siguri, right? And then he cares for us. por edhe kujdeset për ne. He's going to grow us. Ai do të na ndihmojë të rritemi. He's going to lead us to the places where we can have the best, Ai do të na drejtojë në vendet ku mund të marrim më të mirën. where you don't have to stay in bondage, Ku ti nuk është nevoja të rish në zinxhir, në pranga. where you can grow in him. Ti mund të rritesh në të. And he knows the unique path to joy and light for you.
Dhe ai e di se kush është ajo rruga unike për gëzimin dhe për jetën për ty. The God of the universe is sending his son to be a shepherd for us. Perëndia i universit, krijuesi i universit, po dërgon birin e tij që të bëhet bariu yt. Listen, I desire so much in my life to experience peace. Unë personalisht dua të përjetoj kaq shumë paqe në jetën time. I desire so much to experience rest. Dua kaq shumë të përjetoj çlodhje. And that really, only Jesus knows the way to this. Dhe në fakt vetëm Jezusi e di rrugën e vërtetë në drejt këtyre. I promise you. Ju premtoj. Doctors don't have a path to this aside from pills. Mjekët nuk e kanë përgjigjen për këtë përveç, me mjekimet. And anything else that the world wants to offer is just not as good and not as real. Dhe çdo gjë tjetër që bota do të ofrojë nuk është aq e mirë dhe e vërtetë. So Jesus is a gate to give you safety. Pra Jezusi është dera që t'jep ty sigurinë. Jesus is a shepherd that gives you free pastures and freedom, basically. Është bariu që të çon në kullota të mira, në liri. And Jesus goes further with a third point. He said, "This is my very purpose." Por Jezusi shkon edhe më tej me pikën e tretë, duke thënë që ky është qëllimi im. You know, it sounds like we're preaching some kind of message, feel-good message, you know, like you understand feel-good message? Duket sikur po predikojmë një mesazh të lehtë që të bën të ndihesh mirë. Keni parasysh? Keni përjetuar ndonjëherë nga këto mesazhet ledhatuse që të bëjnë të ndihesh mirë? Duket kështu, apo jo? Yes, This is not yes. a feel-good message. This is the word of God, and he says in John 10:10, Nuk është një mesazh i lehtë, i thjeshtë, edhe sa për tu gudulisur veshët, është një mesazh i bazuar tek fjala e Perëndis, tek Gjoni 10. "My purpose is to give them or you a rich and satisfying life." Qëllimi im, thot Jezusi, është që t'u jap atyre juve një jetë të pasur edhe të kënaqshme, një jetë me bollëk. Sam, you're being funny here. You don't understand my life. Sem, po ja fut qikot, për këtë si Altini, po ti se ke ide në jetës sime. I've known Jesus for a little bit, E kam njohur Jezusin për pak kohë, and my life is not that great. edhe jeta ime s'është dhe aq fantastike. Well, that's okay. That's part of the journey. Nuk ka problem, kjo është pjesë e udhëtimit. I think what we need to come back and what we need to stand solid on is that God, Jesus, has this very purpose for your life. Ajo që duhet të kthehemi, vendi ku duhet të qëndrojmë të sigurt, And at është që Jezusi ka këtë qëllim për jetën tënde. the journey we're on is to stand on those promises that God has made in his word for us. Udhëtimi në të cilin jemi ne është të qëndrojmë në këto premtimet që Perëndia na ka dhënë në fjalën e tij. Look, there shouldn't be any more hesitation in our hearts to think that Jesus is really just like not paying attention to our lives. Nuk duhet të ketë asnjë dyshim në mendjen tonë që Jezusi nuk po I kushton vëmendje fare jetës sime. Actually, one of the name of God is El Roi. E dini që një nga emrat e Perëndisë është El Roi. Do you know what that translates into? E dini cili është përkthimi I këtij emri? It translates in the God who sees. Perëndia që më sheh. And God revealed himself to the God who sees to this lady who was so hurt. Edhe Perëndia edhe e ka marrë emrin në këtë moment kur Perëndia I shfaq veten kësaj gruaje që po vuante. This lady was used and abused Ishte një grua e shfrytëzuar dhe abuzuar, and rejected, e refuzuar, and she was crying out to God. dhe ajo po I thriste Perëndis, po I përgjëroi Perëndis. I can't. This is too painful. Kjo është shumë e dhimbshme për mua. And God shows up and he says, "I see you." Dhe Zoti I shfaqet dhe I thot, unë të shoh ty. So tonight, I want to say to you that these are rock bottom, solid ground for your life
Not because I say so, but because the Word of God says so. Edhe ajo që dua të them sot është që këto tre parimet janë gur të fortë themeli të jetës suaj, jo sepse e them unë, por se fjala e Perëndisë e thotë kështu. Everything in your life may be screaming, this is not the truth. Çdo gjë në jetën tënde mund të jetë duke u lëritur, kjo s'është e vërteta. Yet everything about the Word of God says, well, actually, it is the truth. Por çdo gjë në fjalën e Perëndisë në fakt po thotë që në fakt kështu është e vërteta. Say it with me. Jesus's purpose is to give me a rich and satisfying life. Thuajini këtë me mua. Qëllimi i Jezusit është që të më japi mua një jetë me bollëk e të kënaqshme. Can I say that Jesus modeled A mund të them që Jezusi e modeloi a life that was set for joy and light. një jetë që ishte e mbushur me gëzim dhe me dritë. So when I'm thinking about like the joy, I was like, where is the joy in Jesus' journey? Edhe kur them gëzim, ndoshta ti po pyet veten ku ishte gëzimi në udhëtimin e Jezusit. We have to understand. Duhet të kuptojmë, We are called for an eternal purpose. ne jemi të thirrur për një qëllim të përjetshëm. We are called not just this life, but into eternity. Nuk jemi thirrur vetëm për këtë jetë, por për përjetësinë. And so not only the promises of God are true for now, but they're true for later. Kështu që është e rëndësishme të dimë që premtimet e Perëndisë nuk janë të vërteta vetëm për tani, por edhe për më vonë. So I'll be honest, in my message, I have to talk about hardship. Kështu që duhet të tregojmë sinqert, edhe në mesazhin tim, duhet të konsideroj edhe vështirësitë, Because that takes away the joy away. sepse ato janë që na e vjedhin gëzimin. We all have hardship. Do të kemi vështirësi. Okay, Jesus, in his greatest moment of pain, Jezusi në momentin më të madh të dhimbjes më të madhe të tij, he is about to get on the cross. është duke edhe për pak do të kryqëzohet. And he's like, Lord, I don't want to do this. Edhe është duke biseduar me Zotin duke thënë, tu nuk dua ta bëj këtë gjë. Yet not my will, but your will. Por jo vullneti im, vullneti yt të bëhet. And so we hear in Hebrews 12 verse 2, Tek Hebrejve 12 vargu 2, this insightful verse ne lexojmë këtë vargun që na jep një vëzhgim më të thellë for the joy that was set before him. të gëzimit që priste përpara tij. He endured the cross. Ai duroi kryqin. So even in hardship, Kështu që edhe mes vështirësive, Jesus will see the joy that is set before him. Jezusi mund ta shikonte gëzimin që e priste përpara. I'm asking you tonight, Unë dua të pyes ty sot. would you commit to see the joy that is in front of you? A do përkushtohesh që të shohësh gëzimin që është përpara teje? This is not a blind thing. This is not like a trying to make something up. Kjo nuk është të ecësh në verbëri, të përpiqesh të sajosh diçka. But this is what the global church all around the world is doing. We're rising the level of maturity of each believers. Po kjo është ajo që kisha në gjithë botën është duke bërë. Është duke ngritur nivelin e pjekurisë të çdo besimtari. We need to activate our faith so that we can stand on this very verse. I want to be full of life. I want to be full of joy. This is my promise and I'm going to go and stand on it. Dhe ne duam, ishte fjali shumë e gjatë, kështu duam që të aktivizojmë besimin në jetën tonë. Ne duam të qëndrojmë në këtë premtim. Duam të kemi një jetë me dritë, një jetë me gëzim. And so this is pretty much the end of the teaching portion of the message. Kështu që pak a shumë kjo është pjesa e mësimit, e atyre 3 pikave. And I'm so excited to share with you the portion where I get to activate a little bit some thoughts for you. Edhe me zipres tani të kaloj tek pjesa kur unë bëj aktive ose nxis disa mendime në ju.
In other words, let me give you a few points of action that you can put together. I called them homework earlier, but it's really just actionables. Kështu që më lejoni t'ju jap disa pika praktike zbatimi për ju I quajta detyra shtëpie, por janë disa zbatime që ju mund t'i merrni me vete. The very first point that you want to do every day is come to Jesus daily. Gjëja e parë që ju doni të bëni çdo ditë është të shkoni tek Jezusi për ditë. Let me just say this. This is easy, Sam. I'm already doing it. Edhe ti mund t'jesh duke thënë, kjo është shumë e lehtë Sem, unë po e bëj këtë gjë tashmë. You know what? It's not that easy. Po e dini ç'a, nuk është dashje e lehtë. And it's okay. We can say it. Edhe mund ta themi, nuk ka problem. We get busy. Ne zihemi me punë. We like to grab the phone first thing in the morning and read news or TikTok or Instagram. Ne preferojmë marrim telefonin gjëja e parë në mëngjes të shikojmë lajmet apo Instagramin apo TikTokun. I'll read later. Do lexoj çik më vonë. So guys, it's okay. It's okay. I do the same. Nuk ka problem, edhe unë e bëj këtë gjë. My challenge for the year is to develop a life of worship. Sfida ime për veten time për këtë vit është që të zhvilloj një jetë adhurimi By reading my Bible, by praying. Duke lexuar Biblën time, duke u lutur. One big thing that I've learned is to say yes to Jesus on every day. Edhe një gjë e madhe që kam, një mësim I madh që kam nxjerrë është t'i them po Jezusit çdo ditë. Come to Jesus daily and tell him yes, Lord. Shko tek Jezusi çdo ditë dhe thuaj po Zot. You know, we say yes to get saved. We say yes, Jesus, I believe in you. Shiko, ne themi po kur shpëtohemi, themi po Jezus, unë besoj tek ti. But it's not a ticket to heaven. Por nuk është një bilet për parajs. Yes, Lord, I want to take a step further closer to you. Po Zot, unë dua të edhe një hap akoma dhe më afër teje. Yes, Lord, I'm hearing you to ask me to do this. Yes, Lord, I'm going to do it. E dëgjoj Zot, ti po më thuaj që të bëj këtë gjë, po Zot, do ta bëj. Come to Jesus daily. Shko tek Jezusi për ditë. Is that good homework to do? Është detyrë shtëpie e mirë? Okay, Pastor Altin is going to check on all of you, so... Do kemi test nga pastori, tha Semi. Oh, so we talked about being full of life and that Jesus can bring that fullness of life, right? That's his purpose. Ne folëm për këtë jetën me bollëk e me dritë, edhe Jezusi e ka këtë qëllim për jetën tonë. Yeah, and so when I think about being full of life, I feel like it's about me being fully me. Kur unë mendoj për një jetë me bollëk, mendoj për unë të jem plotësisht vetja ime. For a very long time, this is part of my life, part of my testimony. For a very long time, I had to be somebody else. Kjo është një pjesë e dëshmisime, për një kohë shumë të gjatë, unë duhet të isha dikush tjetër. In other words, I wasn't comfortable with the way God made me. Me pak fjalë, nuk isha rehat me atë që Zoti më kishte krijuar. I wanted cool hair, like... Doja flok interesant. Yeah, and didn't happen. Nuk ndodhi. I wanted to be, I don't know, I wanted to be different. Nuk e di, doja të isha ndryshe. But you know what? God doesn't make any mistakes. Po e dini çfarë, Zoti nuk bën gabime. You are the way that you are. Ti je në atë mënyrë që je. Not because your parents chose it, Jo sepse e zgjodhën prindit e tu, but because God chose it. po për shkak se Perëndia e zgjodhi. And so, with that in mind, He also gave you talents and gifts. Me këtë gjë në mendje, ai ju dha juve talente, aftësi dhe dhunti frymërore. Your talents, maybe you're a good communicator, maybe you're a good writer. Talentet e tua, aftësitë e tua, ndoshta ai e komunikues I mirë, shkrimtar I mirë. Maybe you know how to cook lamb, or maybe you know how to make this amazing dish, I don't know. Ndoshta je super kuzhinier, shef. Maybe you have a gift of encouragement. Ndoshta ke një dhunti për të inkurajuar të tjerët. I'm not talking about the spiritual things. I'm talking about how God made you. Nuk po flas sot për dhuntit frymërore, unë po flas për si të ka krijuar Perëndia ty. We all have natural gifts and spiritual gifts, and we are to give it to the world.
Ne kemi të gjithë ato dhuntit e natyrshme dhe dhuntit frymërore dhe të gjitha na janë dhënë për t'i shpërndarë me botën. So your second homework is Kështu që to detyra jote e dytë është find out your talents të zbulosh talentet e tua and activate them. dhe ti gjallërosh ato, ti aktivosh. And you know what? This will satisfy you so much because it will bring so much life to you. Dhe di qa do të kënaqë kaq shumë, sepse do sjellë kaq shumë jetë në ty. And talk to your pastor if you need help to figure out your talent. Edhe flisni me pastorin tuaj nëse doni të zbuloni talentet tuaja. Because he might help you and he might also say, you know, you need to help me with this. Sepse ai mund t'ju ndihmojë ju, ose mund të thotë mund t'i kërkoj dhe ndihmë Semit, po ka ca teste që duhet ta mendoni mirë se po ulët me Altinin, s'do dilnin pa e marrë vesh. No, he has amazing tests and insights to help There you go. people find out. Yes. You Bo, java që vjen. Po tani, ma lejmë punë ti mua. Të përkthej ti lash dhe unë ca punë ty. Sorry, we're now exchanging homeworks for each other. That is great. That is beautiful. Please do continue. I can. No. Just the test. I continue to elaborate your homework. I love it. I love it. It seems like anybody knows, like, oh man, I'm comfortable with my talent. Anybody? A ndiheni ju të gjithë në rregull me ato talentet që keni? Është mu- dikush që ndihet shumë The musicians are like, yeah, I'm cool. Po, man. gjithë banda, po. Boo, right? He's got the cool hair too, man. I was watching you. ai nuk ka vetëm talenti Nuhani, po ka dhe flokët super. Pastor Mario is here. Where are you at? Edhe Marioli është Oh, atje yeah. në fund. If anybody has like talents for music and worship, go and talk to him. Nëse dikush ka talente për adhurim, nëse muzikën flisni me Mariolin. That's awesome. Është fantastike. You're going to be amazed how your life will change when you step into all the things that God has for you. Do habiteni gjithë gjërat që Zoti do bëj, edhe që ai ka për ty. Okay, number 3, Detyra numër 3, because we're almost in time here. se jemi pothuajse në fund këtu. I promise I won't suffocate you guys. Ju premtoj nuk do t'ju mbys me punë. Okay, the third one E treta is është, going to be fun. qef. The third homework is to encourage someone this week. Inkurajo dikë këtë javë, është detyra e tretë. Talk to someone about somebody close to you, not a random stranger, but somebody close to you. Flisni me About, dikë afër teje, jo një të panjohur, po me dikë që është afër në jetën tënde. yeah, about that verse, John 10, verse 9 and 10. Like, what is that speaking to you? Flisni për atë vargun tek Ungjilli sipas Gjonit 10, vargjet 9 dhe 10. Diskutoni çfarë do të thotë ky varg për ty. You say, I'm a pastor and people ask me to teach about things, but really, the Bible is here for you to speak to you, to your heart, and to your situation. Unë jam pastore dhe njerëzit më kërkojnë që të mësoj për gjëra, po në fakt, shkrimi është shumë i pasur dhe është këtu për të të thënë gjëra personale ty që Zoti ka për jetën tënde. So, what I'm saying to you is that you need to read that verse again and apply what it means in a way that makes sense to your life and to your experience. Pra ajo që po ju them është ta rilexoni këtë vargun edhe një herë, në një mënyrë që është praktike dhe domethënëse me jetën tënde dhe përvojat e tua. Yeah, and you know what? Maybe the verse is going to be like, I don't understand that verse. E ndoshta kur ta rilexoni mund të thoni se kuptoj dhe aq mirë këtë This vargun. French guy was funny, but yeah. Ky francezi bëri ca gallata, po nuk u e morën vesh shumë mirë. That's okay. S'ka problem. Speak to somebody about it. Fol me dikë për këtë varg. Encourage each other. Maybe you'll talk and say, well, you know what, that verse, no, I don't understand it. And the response is, I didn't understand it either. Ndoshta do shkoni te dikush e do thoni, nuk e kuptova dhe shumë aq mirë atë vargun. E ndoshta edhe personi tjetër do thotë, e di çfarë, asun se marr vesh shumë mirë. Yeah, and then you don't stay there. You say, well, what do we do about it? Edhe ju flisni, okay, çfarë do bëjmë tani me këtë gjë? Or encourage each other. Man, this verse spoke to me, and I want the fullness of life that God has for me because that's His purpose, Jesus said.
Ose ndoshta do e kuptoni e do thoni po unë e di këtë varg edhe tregon për qëllimin që Jezusi ka për jetën time dhe jam gati ta përqafoj. What I'm encouraging you to do, guys, is grow together. Ajo që dua të them është, kjo do t'ju nxjis edhe po ju inkurajoj që të rriteni bashk. I would love to stay here and talk for days with all of you and get to know you and get to know your talent and eat all the good food you guys make. Do doja shumë që të rija këtu për ditë të tëra, të takohesha me ju, të njihja ju më shumë, të njihja talentet tuaja, të shijoja ushqimin fantastik që ju keni. But that is not realistic, is it? Po kjo s'është realiste apo jo? So, Kështu që everybody feel good? ndjeni të gjithë mirë? Anybody miss taking notes? Ndonjëri që nuk arriti të mbante shënime? Okay. This is new, different church, right? We're like, what is he asking? We keep notes in our mind. Yeah, I used to, and then I got old. It's my brain. Thjesht, domethënë u habit një çik me gjithë përfshirjen ndër veprimin tonë në mbajtjen e shënimeve. Edhe I thash ne I mbaj mend gjërat. Edhe unë dikur tha kur isha I ri mbaj mend gjërat, po. Yes. 2026, good job, man. Good job. Good job. Punë fantastike. Fantastic. Absolument. Absolument. That was French. Absolutisht. Guys, 2026 is really the year where you're going to go high. Miq 2026 është do të jetë vërtet viti kur ju do të shkoni shumë lart. No doubt about it. S'ka dyshim. Because God is for you. Sepse Perëndia është God me is ju, with you. është për ju. And all we have to do is very simple actions. Edhe e vetmja gjë që duhet bëjmë janë këto zbatimet e thjeshta. Jesus is a gate, we go through him. Jezusi është dera, ne hyjmë përmes tij. Come to him. If you haven't met Jesus yet and given your life to him, I promise you, don't delay. Do it today. Come after for prayer. I don't know how you do it, but come for this. Shkoni tek ai nëse akoma nuk e keni marrë këtë vendim. Merrni këtë vendim sot. Pasi të mbaroj festimi, mund të vini, mund të lutemi bashk te ky këndi këtu që është këndi I lutjes. Merrni këtë vendimin sot. Second point, come and find the freedom that Jesus has for you. E dyta, ejani dhe gjeni lirinë që Jezusi ka për ty. That is the promise of Jesus in his word. Ky është premtimi I Jezusit në fjalën e tij. This is not just a pretty talk, but this is the heart of the Father. Nuk është thjesht një bisedë e bukur, apo një leksion I bukur, por është zemra e Perëndis për ty. Amen? Amen. All right. Let me close in prayer. Le ta mbyllim me një lutje. Father God, I thank you for the eternal word that you have spoken. Atë Perëndi të falenderojmë për fjalën tënde të përjetshme që e ke ndarë me ne. We know that the eternal is what matters. Ne e dim që ajo që ka rëndësi është përjetësia. Only this earth might go away, but your word is eternal and who you are is eternal. Kjo tokë mund të kaloj, por fjala jote dhe ti jeni të përjetshëm. And Lord, I thank you that you're inviting us to be part of your kingdom, to be part of all these good things that you have for us. Edhe Perëndi të falenderoj që ti na fton të bëhemi pjesë e mbretërisë tënde e gjithë këtyre gjërave të mira që na ofron. Lord, I pray for ICF Tirana to be able to experience light and Perëndi, joy lutem për ICF Tiranën që do të mund përjetoj dritë dhe gëzim that is only found in you. që gjenden vetëm në ty. I pray that they will be abiding, connected to who you are. Unë lutem që do të qëndrojnë e të lidhur fort me ty. I pray they'll be comfortable with everything that you have given them and everything how you've created them. Unë lutem që do të jenë rehat me çdo gjë që ti u ke dhënë dhe me mënyrën se si I ke krijuar. So they can glorify you with who they are. Që të mund të lëvdojnë ty me atë që janë. And I pray, Lord, that you'll make them stronger, Lord. Edhe unë lutem Zot që ti do t'i forcosh ata. Stronger together in this community. Më të fortë së bashku si komunitet. Your name is worthy. Emri yt është I denj. Your name is worthy. Emri yt është I denj. We give you all
and all the glory, Jesus. Ne të japim ty të gjithë lavdinë, Jezus. In your beautiful name we pray. Në emrin tënd të bukur lutemi. Amen. Amen.